Në këtë histori është një çështje që sot fryhet dhe përdoret pak më shumë ndoshta për t'i vënë hije dhe ndoshta për shkuar në vazhdimsi të planin B të kësaj historie. Sepse në momentin që në vitin 2021 u lidh kontrata e koncesionit me Mapco Construction, YDA dhe DIA Grupin, pra ju dha zotit Pacolli, ky dyshim ka qenë gjithmonë, sepse zoti Pacolli pasurinë ka vendosur në Rusi dhe në Kazakistan. Burimi parave atje është. Pra, kjo ka qenë në fillim, pra nuk se del diçka e re sot. Duke parë... Pra Rama qeveria ka tillë që fillim thotë. Shiko. Po patjetër, sepse duke parë bizneset në Ciriu ku i ka zyra atje 20 metra katror, gjithë biznesi, aktiviteti tregtar ndodhet në Kazakistan. Inderuar i dever. Duke parë sot për të bërë gjetur materiale ilustruese për kronikën që nxora, futem tek faqja në Facebook e Mabetexit, që është kompania zvicerane e Bexhet Pacollit. Duhet thënë në fakt për hir të së vërtetës që qoftë ish prokurori i përgjithshëm i Federatës Ruse Yuri Skuratov, qoftë ish prokuroria zvicerane Carla Del Ponte e kanë hetuar kompaninë Mabetex, por pas një rezultat dhe hetimet janë pushuar. Pra, formalisht, zoti Pacolli, apo kompania e tij, apo ndonjë prej vëllezërve që ai kanë kompani, nuk janë dënuar kur, nuk kanë bërë kur vepër penale apo të gabim. Tani ajo që doja të thoja është, në 2019, e kemi sot faqen e Facebookut, po ta hapim e kemi, ka një foto, një mori fotosh, mix fotosh, dhe dicitura është viti 2019, qershor 2019, nga vetë Mabetexin Facebook, shkruhet: Presidenti i Kazakistanit Nursultan Nazarbayev, Presidenti i Rusisë Vladimir Putin, Presidenti i Ukrainës Viktor Yanukovych, në aso kohë ishte Yanukoviçi, Presidenti i Bielorusisë Aleksandr Lukashenko, Presidenti i Kirgizstanit Almazbek Atambayev dhe Presidenti i Mabetexit Afrim Pacolli, pra vllai i Bexhetit, vizituan teatrin klasik të operës dhe baletit në Astana. Haptazi, nuk e ka fshehur kur zoti Pacolli që është dekoruar nga Federata Ruse për kontributin që ka bërë atje, pra ka marrë dekorat. Por ndoshta aludimet pastaj janë që fakti që ndeti vetëm 35 ditë presidenti i Kosovës në 2011, shkurt 2011, prill 2011, pastaj aty aludimet janë që pikërisht për shkak të këtyre lidhjeve, gjykata kushtetuese e Kosovës e konsideroi gjeti një klauzul dhe që konsideroi antikushtetuese zgjedhjen e tij si president. Dhe vetëm president ndryshe është bësh bizneset në bësh gjëra të tjera, kështu që kjo është historia e zotit Pacolli dhe po që të mos bëjmë gogolë dhe gjëra që... Jo, mos bëjmë gogolë, mos se ka qenë Bill Clintoni që përqafoi me Boris Jelcinin. Po, lëre përveç Jelcinit. Ka qenë Angela Merkel që takoi... Kontekst, sigurisht. Jo, sot e kësaj dite, përveç Shellit, edhe Chevroni që është një kompanitë më madhore në Amerikë për naftë dhe për gaz, është një nga investitorët kryesorë në Kazakistan, për shembull, SBA me Kazakistanin në aspektin e naftës dhe gazit, kompanitë amerikane kanë një marrëdhënie shumë mirë, kështu që bëjmë dallim në Kazakistan dhe Rusisë, pavarësisht se ato kanë një afrimitet, rusofili, ish pjesë e Bashkimit Sovjetik, po në aspektin e marrëdhënieve me SBA-n ka një dallim, që t'jemi sinqert. Kështu që në këtë pjesa formale e zotit Pacolli është në thojza e pastër. Tani këtu duhet bëjmë dallim tek pjesa e atyre pronarëve përfitues që janë mbrapa, dhe inshallah do zoti nuk janë nga ajo lista e zezë, sepse po që janë aty, ajo pastaj do ishte një rrezik. Po si mund ta mësojmë se kush është në atë? Atë e dim vetëm autoritetet ku është kompania Guaz atje dhe nuk do ishte fatimat që zona e thonë. Po shikoja sot pak nenin 61, 62 dhe 64 të ligjit titularizimit të Luksemburgut. Ishte, domethënë, ishte pyetja që lind është pse duhet kërkosh hua me këto kushte, me këto kritere. Pra, ku kompania që ty t'jep para hua, në rast se ti nuk paguan dot, mund të marri dhe gjithë kompaninë, jo kompaninë që ka marrë hua, pra Mabetexi në rast konkret. Janë bërë pa mundur qeverisë shqiptare sot për të bërë ndryshime. Jo, s'më kuptoj. Pyetja ishte pse duhet personi që merr kredi, pra pse Pacolli duhet shkonte të merrte kredi me këto lloj kushtesh mbas këtij ligji, mbas jurisdiksionit. Pikërisht, kjo është ideja. Që aksionet e
aeroportit e koncesionit mos tjetërsohen, po të Pra ti ngelen mbeten atit. te vet ose Ose te tek ata kompania që- me cilën ka bërë marrëveshje. Mos ketë mekanizma për të bërë presion për ndryshimin e shqiptarëve. Dhe ligji që citoni ju është pikërisht këtë gjë, betonizon këtë gjë dhe i mbyll rrugën qeverisë shqiptare që nesër pas Nga ana nesër biznesit është strategji shumë e zgjuar, ta themi trosh, po bëjnë avokat të Ajo gjallë. ajo është Po bëjnë avokat të gjallë, formalisht ti nuk e shqipën sepse ai vazhdon të jetë nominalisht aksioner. Ama kontrollin e të ardhurave dhe shpenzimeve ka huadhënësi në rast se ti nuk e paguan, pra bën default. Nëse ka huadhënësi vazhdon punën e vet, ama ti vazhdon të jesh formalisht aksioneri, ti nuk është se ke ndruar pronësi, kështu që nuk kam se si do të godas. Detyrimin? E thënë ndryshë nuk kam se do të godas ty, se ti vazhdon të jesh po ti i njëjti. Rrjedha parave, Përqind e interesa. rrjedha parave vazhdon të jetë e vëndës. Po mirë, bëjmë një pyetje, po sikur të jenë Domethënë është strategjia e biznesit është e zgjuar, të jemi të sinqertë. sikur të themi që janë rus, ku është problemi këtu? Jo, për mua nëse se janë ka ajo lista, Përderisa formalisht, po jo me dhati simbolikisht është se po se janë të lista, po çfarë listë për jashtë listë? Çfarë ndodh? Çfarë ndodh? E para punës është një pikë Pikë kufitare kufitare. ku hyn e dalin mandra dhe njerëz. Por ajo që është më e rëndësishme nuk është kjo. Çdo aeroport ka sistemin e vet të vëzhgimit të hapësirës ajrore. Sistemet e komunikimit në ajër. Ti sot ke në Kuçov një bazë që është facilitet i përbashkët i forcave të armatosura shqiptare, dhe që do përdoret dhe nga mjetet fluturuse luftarake të NATO-s, dhe 70 km mos gabojmë vija ajrore, ti vendos ja jep një kompanie ruse, që është antagoniste nga pikpamja e sigurisë me interesin shqiptar dhe NATO-s dhe Shtetet Bashkuara, një kompanie të administruar nga rusë. Kush e menaxhon nesër kullën, informacionin, shkëmbimin të dhënave, se në Shqipëri ka ndodhur çmundurë të tjera. Tu kanë grabitur sistemin tim, se diti për shkak. teorikisht duhet ta menaxhojmë bashkë me agjencitë për kase shtetërore, jo vetëm. Edhe një herë, Jo vetëm. kush e menaxhon Pikat e hyrje daljes, mallrave, personave. Një sekond pra, shteti ka rolin e vet, po ata që kompania çfarë bën? Se nuk administron ANTA aeroportin. Ata kanë rol kontrollues dhe monitorues, Pikërisht. jo operativ. Jo, kontrollues dhe Operacionin monitorues. kryen administratori i aeroportit, që nëse është rus, unë po ta them trosh se çfarë përfaqëson. Hapur qartë, për mua këtu është cënuar rënd siguria kombëtare e Shqipërisë. Për mua. Sot gjykata kanë pezulluar Edhe aleancës. dhe aleancës. Patjetër. Gjykata ka pezulluar Habion Hasani tek #.al pretendonte në shkrimin e parë që ka bërë në morinë e disa shkrimeve që autoritetet shqiptare janë alertuar nga shërbimet partnere për këtë historinë e aeroportit të Vlorës. Shpretendimi i tij del për zot e ka thënë vazhdimisht në disa shkrime rresht. Pyetja që kam është nga pikpamja ligjore, sepse gjykata është vënë në prokuroria dhe pastaj gjykata me vendim gjykate është pezulluar mbledhja e aksionerëve që ishte për të bërë sot. Pra Bexhet Pacolli, kompania Mapcom e tij 2A-ja e Valon Ademit nuk bëjnë dot asnjë veprim Formalisht do formalisht. Çfarë do të thotë? agjencia koncesionare, pra kompania koncesionare, më falni thashë agjencia koncesionare, kompania koncesionare nuk preket nga kjo kontratë, sepse duhet ta miratonin aksionerët e kompanisë koncesionare. Duhet ta Këtë, po patjetër, se deri tani e ka vendimi i gjykatës detyron kompaninë që të depozitoj kontratat notariale të ndryshimit të aksioneve. Është e shkruar pika 3 në gabojmë vendimi i gjykatës. Vendimi i gjykatës. Atëherë sigurim pa dia. Detyron Pacollin familja kompaninë që t'i depoztojnë në QKB ato kontrata, pra shkëmbimin, ndryshimin e aksioneve, Pra pritet hyjnë në fuqi. pritet një ndryshim i strukturës aksionerëve tek kompania koncesionare, tek konsorciumi. Aktualisht gjykata e detyron, për ndryshe ka bllokuar gjithë vendimarrjen. Po është vendimi i gjykatës së sotëm. Ma merr mendje se ky është Detyron vendimi ndërmjetëm. depozitimin e marrëveshjeve dypalëshe, nuk i detyron ndryshojnë. Por ndryshimet që i kanë bërë që pretendon dyja grupi, detyron që depozitojnë QKB dhe në gjykatë. Është gjithsesi në këtë rast përsëri kompania ka shumicën. Ka shumicën. E rëndësishme është që ky ka ngrirë procesin vendimarrës deri në përfundim të gjykimit. Derisa të marrë fond prerë në apel. A mund të dalë çështën prokurori, A mund të dalë një sekond. Ajo prokurori është edhe proces penal. Kjo themi gjë e mirë në këtë pikë që kjo pjesë e ndalon transferimin nga Mabetexit tek kompania koncesionare të pjesës së Huas. E ndalon. Po nëse e çon arbitrazh, di që ka të fituar. Nëse e çon në arbitrazh, do të dalë vendimi i gjykatës para prake këtu. Do dalë vendimi Në fund po themi, ashtu si e kanë bërë marrëveshjen, Mabetexi me
Këtë të Luksemburgut, me kompani, Delfos. e fitojnë ata. Gjykatës. Nëse shkohet, po. Ajo pastaj është për të parë në arbitrazh. Nuk e di a kanë vendosur Vienën apo Parisin, kë kanë vendosur. Shikohet në çfarë me tham vetëm. Ka dy. Por që nëse kanë vendosur në arbitrazh domos Vienën, ne kemi një historik shumë të keq me Barë që shkuar marrëveshja. Pika 2. Po, e shoh. Vendimi i gjykatës. Kjo është vendim sigurie. Është për siguri pa dije, patjetër. Siguri pa dije. Siguri pa Është- dije, sepse objekti pika 2 thot pezullimin e drejtës së votës së ortakut shumicës shoqëria Mamco Construction SA deri në regjistrimin e kontratës shitjes kuotave datës 30 prill 2025 me objekt transferimin e kontratës shitjes kuotave datës 3/4/2021 për transferimin e 49% kuotave të kapitalit shoqërisë via tek blerësi 2A Grup SHPK. Pra de facto e ka pezulluar miratimi nga aksionerët të kësaj kontrate huaje, sepse nuk ka shumicë, nuk ka quorum. Duke qenë se aksioneri i cili ka shumicën është pezulluar drejta votës, do të thotë që nuk ka quorum për të bërë mbledhje e aksionerëve. Është pëzuar për moment. Deri në momentin që të bëhen procedurë. Pyetja e fundit, sepse zoti Berisha një nga gjërat që tha dhe në fakt e kam diskutuar edhe me njerëz që e njohin çështjen nga pikpamja le të themi e ligjit koncesioneve, shteti e ka gjithmonë të drejtën në këto momente që jemi në këtë stad që ta marrë koncesionin, ta shtetëzoj koncesionin duke i paguar. Këtu pastaj mund ta bëj, po pastaj arbitrazhi do ishte një dëm i madh ekonomik për ne si vend, si taksa pagues ose. Kush do na i thënë arbitrazh? Pacolli? Po patjetër koncesionari, ai Edhe që kompania që ti nuk i sepse ai ka dhënë fitim aty. Pra ai ka dhënë vërtet 100 milionë euro, ka dhënë garant për 100 milionë, po ai do marrë diku të 130 me 100 interesa. 138. Kush e paguaj 38 milionë euro tani? Pra kjo është ideja. Berisha thotë në këtë rast thotë ne do të paguajmë 138 milionë që ta marrim. Dakor me sa. Nëse e pagua 30 milionë A është do i nxjerrin garancia parat, në qoftë se aeroporti nuk do siguroj shifrat Po, e fakturat biletave. Po, pikërisht. Po eci biznesi Në bile garanci. paguhet edhe 138 më shumë. Sa ata, ata për llogaritë i kanë bërë me 700 milionë euro për 35 vjet. Po mirë, një sekond. Kjo se e lam pak pa e prekur. Fakti që shteti në raportet e veta të fizibilitetit të realizueshmërisë e sheh me rrezik që mund të ndali me fitim dhe i thotë që nëse nuk ka rini një numër të caktuar, gjë që ka ndodhur me rrugën e kombit. Në çdo rast ashtu është. Pra ti nuk do kalojnë kaq makina, do të japun diferencën. Nuk strategjikisht ato objekt, ndërkohë në planin e biznesit vet Pacolli thotë për 35 vite do fitojmë 730. Ka një rrezik do kontratë. Ka gjithmonë një risk. Po patjetër. Patjetër, në farë mënyrë garancia shtetërore jepet pikërisht për të zbutur riskun që ta ndjellësh biznesin që vitin se për ndryshe po ta lësh biznesin me riskun e plot. Pas dhe garanci, ai pse do të hyj? Nuk ka pse të hyj fare vitet e para. Pra 138 milionë që është për 10 vitet e para të investimit, nëse nuk arrin shifrat e biletave ose udhëtimi numrit të udhëtarëve të fitimet e kompanisë. E qartë. Atëherë në fund si do të vej puna kësaj historie? Unë e shoh